Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTSH Gjirokastra, kundër të tjera sot, o të keni mundësin të ndiqni. 315 maturantë të shkollave të mesme të bashkive Gjirokastër e Libohov zhvilluan sot provimin e parë të maturës shtetërore 2026 atë të gjuhës së huaj. Sipas tyre, testi ishte i nivelit mesatar. Ky provim u administrua në 3 ambiente. Në mbar qarkun sot këtij provimi ju nënshtruan 594 maturantë. Mes atmosferës së festës dhe ngjyrave të traditës, Bashkia e Dropullit qeli zyrtarisht sezonin turistik duke promovuar vlerat kulturore dhe trashëgiminë e pasur të zonës. Veshje tradicionale, rritet, zakonet dhe kulinaria karakteristike u bën pjesë e një mozaiku që prezantoi identitetin e veçantë të Dropullit për vizitorët dhe të ftuarit. Në Bashkinë e Gjirokastrës vijon pastrimi kanaleve vaditëse dhe kulluese për përgatitjen e sezonit të ujitjes. Ndërhyrja do të mundësojë ujitjen e mbi 560 hektarëve tokë bujqësore dhe do të shërbejë 700 fermerëve. Me një mbrëmje xhazi ka startuar java e kulturës italiane në Gjirokastër, e cila këtë vit përkon me 80 vjetorin e festës kombëtare të Italisë. Organizimet në këtu kuadër do të vijojnë me të tjera aktivitete kulturore në qytetin e Gurtë. Ju njohim tani më gjërësisht. Mbi 26.000 maturantë në të gjithë vendin nisën sot provimet e maturës shtetërore me testin e gjuhës së huaj. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro uroi maturantët për sukses, duke i ftuar të besojnë tek puna dhe përgatitja e tyre. Procesi u zhvillua në 144 qendra provimi dhe u monitorua nga mbi 2.000 mësues administrator. Mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin nisin sot provimet e maturës shtetërore 2026 me testin e parë atë të gjuhës së huaj. Procesi do të vijojë më 9 qershor me provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, më 16 qershor me matematikën dhe do të përmbyllet më 23 qershor me provimin me zgjedhje. Në këtë ditë të rëndësishme për maturantët dhe për gjithë sistemin arsimor, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka përcjellë një mesazh urimi dhe inkurajimi për të gjithë maturantët që i nënshtrohen provimeve maturës shtetërore, si dhe për stafet e institucioneve arsimore që do të ndjekin mbarvajtjen e këtij procesi. Sot, me provimin e gjuhës huaj në datën 9, provimin e gjuhës shqipe në datën 16, provimin e matematikës dhe në fund në 23 qershor me provimin që ju keni zgjedhur vetë. Është një proces i gjatë, keni punuar të gjithë, i keni kryer të gjitha detyrat, jeni servitur me testet model, me orët e këshillimit me mësuesit, me përgatitjen emocionale dhe sot kam kënaqësinë që t'ju uroj me gjithë zemër mbarësi edhe shumë suksese. Sepse është një ekip i tërë që ka punuar dhe vazhdon të punojë për t'ju mbështetur në organizimin e këtyre ditëve të rëndësishme. Rreth 2.000 mësues, rreth 170 administrator nga sistemi i Ministrisë së Arsimit do t'jenë sot me ju gjatë gjithë ditës që mbarvajtja e këtij procesi të jetë një sukses. Prandaj sot me vete merrni vetëm buzëqeshjen tuaj. Atë që ju duhet bashkë me besimin tek puna që kemi bërë dhe përqafimin e familjes. Sepse me këtë sprov që ju do të kaloni sot dhe në 3 ditët e tjera të provimeve, ju hapni rrugët e jetës tuaj. Qoftë në sektorin e punësimit, në profesione të ndryshme që do të zgjidhni, apo në universitetet ku keni dëshirë të vazhdoni studimet tuaja. Kudo nxënësit shqiptar kanë shkëlqyer. Prandaj, ju keni punuar fort dhe ja keni dalë me sukses të vini sot në derën e provimit. Suksesi do të jetë me ju, mos e humbni besimin sepse jeni më të mirë. Në të gjithë vendin janë 144 qendra provimi në shkolla. Mbarvajtja e procesit do të mbështetet nga 2087 mësues administrator dhe 170 monitorues të Ministrisë së Arsimit, ndërsa 650 vlerësues do të angazhohen në korrigjimin e testeve të maturës shtetërore. 315 maturantë të shkollave të mesme të bashkive Gjirokastër e Libohov zhvilluan sot provimin e parë të maturës shtetërore 2026, atë të gjuhës së huaj. Sipas tyre, testi ishte i nivelit mesatar. Ky provim u administrua në 3 ambiente. Në mbar qarkun sot këtij provimi ju nënshtruan 594 maturantë. Si në mbar vendin, edhe maturantët Gjirokastrit startuan sot sezonin e provimeve. Të rinjt nga shkollat e bashkive Gjirokastër e Libohov u grupuan në 3 qendra administrimi, pranë gjimnazit Asim Zeneli, gjimnazit Ciri Shaplo dhe shkollës nëntëvjeçare Koto Hoxhi. Për 2 ore 30 minuta ata zhvilluan testin në gjuhën e huaj, të cilin e vlerësuan të nivelit mesatar.
Ishte një emocion që nuk e kishim përjetuar më përpara, normale, ishte i vështirë pothuajse, por që arritëm t'i përmbanim emocionet edhe bërëm maksimumin tonë. Gjuaja ishte në nivelit B2, ishte gjuaja frëngjishtes, testim të paktën, ishte një test mesatarisht i lehtë, ishte një test mesatar i cili përfshinte edhe ushtrimet të nivelit të dobët, edhe të atit të mesëm dhe atit të lartë. Besoj se kemi dalë mirë dhe ju uroj gjithë maturantëve suksese në provimet e ardhshme. Gjuaja huaj që unë u testova ishte italisht. Ishte një test i lehtë mund të themi, por që i kishte të gjitha nivelet bashkë. Do me thënë i 10-ës mund të merrte 10, i 8-ës nuk mund të merrte 10. Ishte një provim që i bëshëm dhe mendoj se kam dalë mirë. Të në hodha provimin e anglishtes, B2-shin, më duk i nivelit mesatar. Pjesa e STES, pjesa e letrës ishin të thjeshta, unë nuk i kam problem, bëra pikat kyçe, bëra argumentet kryesore dhe i zhvillova ato. Kështu që testi besoj të tërë nxënësit besoj se do dali në një nivel të mirë, nivel mesatar. Po ku hasën më tepër vështirësi të rinjt? Duke qenë se ishte gjuhë e huaj, brezi jonë tani, sidomos unë personalisht që e kisha gjuhë të huaj të para anglishtën, nuk është se e kisha dhe shumë problem, megjithatë, nëse do të veçoja një vështirësi, ishte të formulimi i SS. Vështirësia më e madhe tek frëngjishtja është gjithmonë pjesa e gramatikës, por që besoj se shumica ja dolën. Patjetër që eseja, atje ku hasin pothuajse të gjithë maturantët eseja, është pika me vështirje në presion të provimit, duhet të shkruash gjatë edhe duhet të shkruash sakt pa gabime me strukturë, ka shumë pikë eseja dhe nëse s'bën eset sakt fundosesh, kështu që eseja. Tek dy alternativa hasa vështirësi, sepse ishin alternativat e ngjashme, gjithmonë alternativat e kanë pak të si problem që mund të ngatrohesh, por përveç këtyre mendoj se maksimumi 3 ose 4 pikë mund të humbas. Uroj, shpresoj. Në këtë provim morën pjesë 315 maturant, 3 prej të cilëve me aftësi ndryshe që ju nështruan testeve të personalizuara. Në mbar qarkun e Gjirokastrës, në gjuhën e huaj u testuan 594 maturant. Mes atmosferës së festës dhe ngjyrave të traditës, Bashkia Dropull qeli zyrtarisht sezonin turistik, duke promovuar vlerat kulturore dhe trashëgiminë e pasur të zonës. Veshje tradicionale, ritet, zakonet dhe kulinaria karakteristike u bën pjesë e një mozaiku që prezantoi identitetin e veçantë të Dropullit për vizitorët dhe të ftuarit. Pjesë e këtij aktiviteti u bë edhe ambasadorja e Greqisë në Tiranë, Lambrini Komini, e cila vlerësoi potencialin turistik dhe kulturor të kësaj treve. Veshjet tradicionale të vajzave dhe grave dropullite, ilustrimi i riteve dhe dokeve tradicionale, por edhe promovimi i kulinarisë së veçantë vendase, ishin kryefjale e dekorit shembollues në ceremoninë e celjes sezonit turistik të organizuar nga drejtuesit lokal. Deputet të qarkut, drejtues vendor nga Bashkitë Qinje, deputet parlamentit grek dhe përfaqësues të trupit diplomatik të Greqisë në vendin tonë, ishin të ftuarit e nderit në këtë ceremoni. Sot qelim sezonin turistik, por jo vetëm se Dropull dhe Gjirokastra kanë turizëm të gjithë muajt e vitit. Ne mbështesim çdo biznes të zonës tonë që zhvillohet në turizëm dhe në kulturë. Gjatë muajeve të verës dhe të dimrit ne jemi gati. Çdo vit dhe Dropulli është në rritje të cilësisë së turistave. Ndërsa në këtë takim përshëndeti edhe ambasadorja e Greqisë në vendin tonë, zonja Lambrini Komini. Zhvillova ditët e fundit një tur takimesh në jug të vendit, ku pjesa më e madhe e tyre ishin ato me përfaqësues të minoritetit etnik grek. Ky është takimi i fundit i këtij turi, në këtë ambient të mrekullueshëm ku promovohet kultura, tradita, ritet dhe kulinaria e banorëve të kësaj zone. E them me bindje të plot se nuk kam fare ankth për suksesin e sezonit turistik në Bashkinë e Dropullit. Prezantimi i sotshëm është një garanci për këtë sukses ku shumë vizitor do të kenë mundësi të shijojnë natyrën, monumente, traditën dhe kulinarinë e Dropullit. Në pjesën e dytë të ceremonisë performuan grupe folklorike nga zona e Dropullit, si dhe këngëtari i njohur i muzikës së lehtë greke, Konstantinos Kufos. Në Bashkinë e Gjirokastrës vijon pastrimi i kanaleve vaditëse dhe kulluese për përgatitjen e sezonit të ujitjes. Ndërhyrja do të mundësojë ujitjen e mbi 560 hektarëve tokë bujqësore dhe do të shërbejë 700 fermerëve. Rehabilitimi i kanaleve synon për mirësimin e kushteve të ujitjes dhe rritjen e prodhimit bujqësor në zonë.
Në njësitë administrative të bashkisë Gjirokastër po vijon pastrimi i kanaleve vaditëse për t'i ardhur në ndihmë fermerëve gjatë sezonit të ujitjes për të garantuar një ecuri të mirë të punëve bujqësore. Deri tani janë pastruar 63.1 kilometër kanale që do të vaditin rreth 560 hektar tokë bujqësore të mbjella kryesisht me jonç, perime, misër e të tjerë. Aktualisht janë pastruar 63.1 kilometër kanale vaditës. Jemi duke vijuar punën në njësinë administrative CEP atje ku dhe sot jemi këtu. Jemi në limitet e fundësisht thash dhe gjithçka e kemi në kontroll, edhe pse kemi dhe paksa për të korrigjuar në disa njësi të tjera siç është ajo e Lunxhërisë edhe ajo e Antigones. Më shumë se 560 hektar tokë është aktualisht në kontrollin ton për të vazhduar sezonin e vaditjes. Pjesën më të madhe të kulturave që dominojnë në këtë sezon që janë të etur për ujë janë jonxha, janë perimet, gjithashtu misi që ka filluar tashmë. Këtu në Gjirokastër ka filluar intensivisht mbjellja e misit pasi kërkesat për këtë kulturë janë rritur, është lajthia, rush. Në bashkinë Gjirokastër janë rreth 700 fermerë që do të përfitojnë nga këto ndërhyrje. Më shumë se 680-700 fermerë janë të angazhuar me kultivimin e kulturave të ndryshme, të cilët janë tashmë në fillimin e sezonit për të mbaruar dhe për të përfunduar me sukses një sezon vaditje për të cilin jemi përkushtuar për më shumë se 2 muajsh. Rehabilitimi i kanaleve synon jo vetëm për mirësimin e cilësisë së ujitjes, por edhe rritjen e rendimentit bujqësor për fermerët e zonës. Prej më shumë se 15 vitesh, Evelina Nasi është përkushtuar jo vetëm kultivimit të perimeve, por edhe lajthis, duke ngritur një fermë me rreth 1200 ranj. Pavarësisht sfidave të bujqësisë, ajo vijon të punojë me pasion dhe përkushtim, duke e kthyer kultivimin e lajthis në një nga aktivitetet kryesore të fermës së saj. Një shembull i gruas që me punë dhe këmbgulje vazhdon të investojë tek toka. Në fshatin të Pullaraj të Gjirokastrës, puna në bujqësi nuk një pushim. Kjo periudhë e vitit është ndër më të ngarkuarat për fermerët, të cilët janë të angazhuar në mbjellje, mirëmbajtjen e kulturave bujqësore dhe kujdesin ndaj pemtarisë. Mes tyre është edhe fermerja Evelina Nasi, e cila prej vitesh i është përkushtuar tokës dhe prodhimeve bujqësore. Ajo tregon se aktualisht ndodhet në fazën që kërkon më shumë punë dhe përkujdesje, pasi nga shërbimet që kryhen tani varet prodhimi i sezonit. Tani u shërbejmë këtyre prodhimeve që kemi mbjellë, u bëj plerime, që të marri zhvillimet të mirë, kemi bërë nga pak e nga të gjitha, për nevojat tona, për të plësuar nevojat tona. Unë kam e plë organik, bio me fjalë të gjitha prodhimet. Është shumë i domosdoshëm, sepse tani marrin zhvillim ato. Edhe vim prodhimet për së mbari. Kam kultivuar hudrën, qep, domate, sadator, speca. Shja këto spërkatjet, plerimet, që do t'i bëjmë pa tjetër, sepse prerja e barit, këlyshe të tëra që janë, që ato të marrin dhe të zhvillim të bëhet kokra e madhe. Përveç kultivimit të perimeve, Evelina Nasi ka kultivuar prej 15 vitesh lajthi. Ajo thot se megjithse bujqësia mbetet një sektor sfidues, pasioni për tokën dhe dëshira për të zhvilluar fermën e saj kanë bërë që të mos heq dorë nga puna, duke kthyer kultivimin e lajthis në një nga aktivitetet kryesore të fermës. Ne kemi 1200 rënj lajthi, u shërbejmë me plerime, me spërkatje të gjitha shërbimet, vjen puna e shitjes. Neve bëhemi pesimist, nuk në ecën prodhimi, nuk dim se si do vej, si vjetë, të shojmë si vjetë. Në kjo se do eci mirë, po se eci, keqe kemi. Dikush e me çmimin më të ullët, sepse s'kan fëmijët edhe detyrojnë pleqët, vene i marrin. Detyrojnë dhe të tjerë pasaja, ta shesin po me atë çmim. Ndërsa sezoni punimeve vijon, fermerët si Evelina Nasi mbeten çdo ditë në ara në përpjekje për të siguruar një prodhim sa më të mirë. Me një mbrëmje xhazi ka startuar Java e Kulturës Italiane në Gjirokastër, e cila këtë vit përkon me 80 vjetorin e festës kombëtare të Italisë. Organizimet në këtë kuadër do të vijojnë me të tjera aktivitete kulturore në qytetin e Gurtë. Gjirokastra prej vitesh po bëhet pjesë e aktiviteteve që zhvillohen në Shqipëri me rastin e festës kombëtare të Italisë. Këtë vit ato nisën me një koncert të muzikës jazz, i cili u mbajt në skenën e teatrit të qytetit të Gurtë. Art Dash si shijoi ritmet e kësaj muzike interpretuar nga dy artistët sicilian, Carlo Alberto Proto dhe Giovanna Magro.
Per noi la prima volta del Girocastro. Për ne është era e parë në Gjirokastër. Ishte e kënaqësi të ishim këtu para këtij publiku të ngrohtë, me këngët italiane të përshtatura në stilin jazz. Concerto come ha già detto. Ky koncerti është dedikuar këngës italiane, solom disa autorë të njohur italian. Falenderojmë organizatorët që na e dhanë këtë mundësi. Faremo ascoltare alcuni autori. Java e kulturës italiane organizohet nga Konsullata e Përgjithshme e Italisë në Vlorë dhe Konsullata e Nderit të Italisë në Gjirokastër në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Gjirokastër. Shumë faleminderit konsullit të Nderit Teodor për këtë bashkëpunim dhe aktivitet që vendoset të hape javën e kulturës italiane këtu në Gjirokastër. Shumë faleminderit konsullit Vlorës, për ne je ambasadori Gjirokastrës kudo. Edhe presim aktivitetin e radhës. Certo che ce ne aspettiamo degli altri. Ne do të vazhdojmë festimet edhe pas kësaj mbrëmje, po presim aktivitetin se e kemi premtuar në sheshin e Çerçizit apo në qendrën e Pazarit, një aktivitet që ta shijojmë shumë se sa ky publik i nderuar. Il Ministero di mirëbën dhe kujdeset për aktivitetet dhe për festimet e javës së Italisë, për edicionin e saj të 5 dhe sigurisht është një kënaqësi të rikthehemi këtu në teatrin e Gjirokastrës. E che ritorna qui nella città di Gjirokastër. Është aktiviteti i parë që organizojmë për këtë javë, pasi do kemi aktivitete të tjera me projekcion film, mbas koncertit do kemi projekcion filmash dhe aktivitete të tjera. Pra, Gjirokastra prej vitesh po bëhet pjesë e aktiviteteve që zhvillohen në Shqipëri me rastin e festës kombëtare të Italisë. Bashkëpunimi midis Italisë dhe Gjirokastrës po thellohet në disa fusha ku do të thoja më shumë kultura, turizmi dhe pikërisht turizmi italian është ai që mbizotëron prej vitesh edhe në Gjirokastër. Pra, kjo fest është një fest e cila është në vendin e saj dhe me shumë arritje për sa i përket të bashkëpunimit midis Gjirokastrës dhe Italisë. Aktivitetet të tjera pritet të organizohen në Gjirokastër në kuadër të 80 vjetorit të Republikës Italiane dhe javës së kulturës italiane në Shqipëri. Në moshën 71 vjeçare Ilirian Dalana i Vionti përkushtohet me pasion skulpturës, artit që e shoqëroi prej gati 50 vitesh. Nga puna me daltën deri te krijimet me mermera i konsideron skulpturën jo thjesht profesion, por vetë jetën e tij. I njohur si një nga skulptorët më të vjetër të Sarandës, talentin për artin e shfaqi që në familje, duke mos ju ndar kur daltës dhe krijimtarisë. Edhe pse sot është 71 vjeç, Ilirian Dalana i vazhdon të mbajë në duar daltën dhe baltën, duke mos ju ndar pasionit të tij për skulpturën. I konsideruar si një nga skulptorët më të vjetër të Sarandës, ai e zbuloi talentin për artin që në fëmijëri. Fillimisht ishin prindrit e tij që vunë re aftësitë artistike, ndërsa më pas edhe mësuesit e klasës së parë ku ai merrte pjesë në kurset e vizatimit. Rruga e tij drejt artit u forcua edhe më shumë gjatë viteve të studimit. Ilirian Dalana i studioi artet figurative në Liceun Artistik të Tiranës dhe më pas vazhdoi Akademinë e Arteve, duke u formuar profesionalisht dhe duke u kthyer në një prej mjeshtrave më të vlerësuar të skulpturës. Fillimet që kanë qenë në 8 vjeçare, në kurset e vizatimit që ishin të shumta atëre, edhe dilte më i miri. Erdhi koha që bëm garë kush do dilte i pari, shkuam në Tiranë, vazhduam studimet atje, u kthyem të plotësuar sepse profesorët tanë ishin të shkëlqyer atëre, që nga Janaq Pashua që ishte profesori i parë i joni, edhe me radhë. Jeta pasaj në çoi në emigrim në disa shtete, punova kuptohet vetëm skulpturë. Edhe pse pas rreth 50 vitesh aktiviteti në këtë fushë, ai nuk I është ndar asnjëherë skulpturës. Fillimisht punoi me baltën, ndërsa më vonë sqaroi njohuritë e tij duke punuar edhe me mermerin, një material me të cilin u njoh gjatë qëndrimit në Itali dhe Greqi. Për Ilirian Dalana, skulptura është shumë më tepër se sa një profesion. Ai e konsideron atë si vetë jetën e tij dhe si një nga format më të veçanta të artit. Vajta rreth 50 vjet që merrem me këtë punë. Në fillim kam punuar në balt, pastaj fillova në mermer. Unë njohëm me mermeret në Itali dhe në Greqi, atje pastaj shpërthyem.
përshkruanit sot skulpturën, si është për ju? Skulptura është gjë veçantë, sepse nuk e bëjnë të tjerët, e bëjnë pak dhe shijojnë shumë, po është gjë të artës. Është e vështirë skulptura? Jo, skulptura është e bukur për atë që e do. Ai se do, i duket çdo gjë e vështirë. Sa duhet për të realizuar një punim? Në fillim punohet njërë në alçi, ose në bajt, pasaj në alçi, pasaj në mermer. Ka një rjetë të kronologjik që të vish deri tek mermeri. Mermeri do në qik kra, do në qik fuqi, sepse ka të bëj me dalten në veçekanit. Edhe pse sot është në pension, ai vazhdon të mësojë të rinjve të Sarandës këtë zanat të hershëm, me dëshirën që ai të trashëgohet brez pas brezi. Edhe tani jam në Sarandë, jam pensionist, më pëlqen të punoj me fëmijët, pëlqen shumë. Prandaj dhe po e zgjeroj dhe fëmijët vinë me kënaqësi siç i shikoni. Edhe urojmë që të na lë Perëndia shëndetin, se jemi çik të rritur shumë tani. Edhe kështu të vazhdojmë. Sa më shumë të japim shoqërisë dhe fëmijëve është gjë e mirë. Punë që ka të ardhura, çfarë do ju sugjeronit ju të rinjve? Ka shumë të ardhura, prandaj apo zgjedh 2-3 që e kanë qejf të punojnë, ka shumë të ardhura, se ne shikojmë vetë, provojmë, nëse nxorë 10 punë këtu, në darkë ke të shiturat të tëra. Të shiturat të tëra. Kjo tregon se ka të ardhura. E vërteta është kjo që bashkia po bën disa konferenca dhe mbledhje të përbashkëta për të dhënë mundësi të rinjve, shumë ekspozita, të japim mundësi të rinjve që ta shijojnë këtë, se arti është gjë e bukur. Arti dhe sporti janë ato që e bashkojnë edhe kombin, edhe rinin, arti dhe sporti. Ka talente? Ka talente. Unë shikoj këtu kam 3-4 që mua më pëlqejnë. Që dhe kur dalë në xhiro, në darkë më turen në këmbët më hidhen, më sus, edhe unë ndihem mirë, aq duam neve, nuk duam më shumë. Sipas skulptorit të vjetër, interes për punimet e tij kanë edhe turistët e huaj, të cilët kërkojnë jo vetëm të marrin me vete një kujtim të veçantë nga Saranda, por kanë interes edhe për të parë mënyrën se si ai përgatit punimet. Turizmi ndryshoi mendësinë tonë, sepse turizmi është i shumtë, të tërë duan në një emblem, në një diçka të vogël në Saranda. Saranda ka histori shumë të bukur, se ka Butrintin, ka Synekaltër, ka Kalan, ka 40 shenjtor, ka shumë emblema që ata mund të marrin. Unë i vë turistët, fëmijët e turistëve që të punojnë, dhe ata ndjen shumë të. E kur kthehen prap vinë. Dhe thënë mbarojnë xhiron, vende në fund, kthehen prap, se i thanë fëmijët që do vemi atje. Është gjë e bukur. Historia e Ilirian Dalanajt është dëshmi se pasioni dhe përkushtimi nuk zbehen me kalimin e viteve. Me duar që vazhdojnë të formosojnë baltën dhe mermerin, ai mbetet një figurë e rëndësishme e artit në Sarandë, duke lënë gjurmë jo vetëm përmes veprave të tij, por edhe përmes dijes që ju përcjell brezave të rinj. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.